Propaganda e Edi Ramës sot në rrjetet sociale kaloi çdo limit. Kur komentuesit i kujtuan se ka njerëz që nuk kanë bukë të hanë, ai ja ktheu: "S'kam dëgjuar të vdes njeri për bukë." Për të vijuar mëtej me sulmet e opozitës, u tha se fituesin e primareve të Tiranës e hëngri bufi. Në fakt, këtu ka të drejtë. Sa për listat, Rama tha se Berisha e tregoi se sa respekt ka për Kavajën. Ndërkohë, kur qytetarët e pyesin për mbylljen e TikTokut, kryeministri i këshillon të mos merren me broçkulla, por të kapin trenin për në Bashkimin Evropian, pra të japin votën më 11 maj për mandatin e 4, se vetëm ai e kap trenin. Këtu nuk bëhet fjalë për mua, por për diçka më të madhe. Bëhet fjalë që fëmijëve të këtij vendi t'i japin pasaportën e BE-s, jo TikTokun. Duhet ka përcyer mbi partitë dhe dokrat, pa kënaqësitë dhe broçkullat. Është një moment në histori që treni i historisë ka ndaluar para nesh dhe duhet ta kapim. Kush e kap atë shkon para, kush kthehet në anën tjetër dhe ja fut gjumit e humbet këtë tren, thot Rama. U bën 2-3 ditë që po duket sikur koha është kthyer pas, kur kundërshtarët kryesor në politikë ishin Rama dhe Basha. Çdo ditë, madje disa herë në ditë, Rama e Basha bëjnë hidhe prit me njëri tjetrin, batuta dhe ironia argëtuese deri diku. Duket sikur të dy kanë rënë dakord ta bëjnë këtë. Për të sfumuar Berishën. Rama merret me gjumin e Lulit. Luli i këndon Ramës këngën e Unikatilit se ku i ka shokët, referuar burgut dhe kështu e kalojnë ditën. Në publik ata po duken si dy aktorët protagonist në fakt. Deri tani Berisha nuk ka reaguar, por me siguri po i sose durimi dhe do të reagojë shpejt. Por duhet pranuar që kjo strategji e Ramës dhe Bashës, nëse është e tillë sigurisht, është shumë interesante. Socialisti Erion Braçe ndryshon sërish mendje. Nuk dihet se ç'po ndodh aktualisht me deputetin socialist, që një herë paralajmëron ndërheqjen nga politika dhe rikthimin në media, një herë tjetër degeneron qeverisjen e Edi Ramës, e ndërsa sot paralajmëron shqiptarët me hir ose me pahir do të më keni në parlament. Ju thash që do jem në betejë. Beteja duan kohë, ndaj duhet zgjuar herët. Beteja duan thelb për mbajtje. Dua të jem në kuvend për të vijuar fort betejën për të moshuarit, të ardhurat e tyre, pensionet e tyre, një betejë nderi, dinjiteti e mirëqenie për ta. Tani do më hidhe në fyt të fortët e rrjetit, aty ishe, përse nuk e bëre. Janë të gjithë ata që nuk e din kush je, çfarë ke bërë, si e ke bërë, si ke votuar. Por natyrisht jam gati të dëshmoj të gjithëve se çfarë kam hequr të shkull nga mendja ministrave të financës, ekuilibrin buxhetor të numrave ngulur në kokë si por edhe si rehat nga 2016 e këtej për të mbrojtur një bonus të lartë për të moshuarit, ku reforma e pensioneve nuk zgjidhi hallin e madh të ardhurave të ulta për të gjithë ata që kishin dalë në pension para asaj reforme. Përballë me ministra që kujdeseshin për buxhetin e në fund vitit linin pa përdorur 430 milion euro. Do ta bëj këtë betejë në kuvend të herë pa rregulla, pa pyetur për to. Boll kam dëgjuar, pritur, analizuar, reflektuar, e fundi ka qenë pa vendim, duke pritur të mendohen ministra, thot ndër të tjera Braçe. E po në listë të hapur në Tiranë, të duhen shumë vota o Braçe për të arritur këtë objektiv. Megjithatë, ti e di, nëse punon fort, çdo gjë arrihet. Në çdo dalje publike para arrestimit, Ilir Meta hiqej si cubi politikës, duke thënë se është çuni pazari të ri dhe i bie më të fortit dhe fliste kundër korrupsionit të Edi Ramës. Prej 5 muajsh në burg, duke e përmendur si adresë banimi qelin numër 5 te Baraburgimi i Tiranës, Ilir Meta vazhdon betohet se nuk ka vjedhur asnjë qindark dhe se kur bashkë me Sali Berishën të vinë në pushtet, do sekuestrojnë e do t'i kthejnë popullit çdo gjë të vjedhur. Por hartimi i listave të kandidatëve për deputet zbuloi se Ilir Meta, përveç se i pakorruptuar e i ndershëm në çdo detyrë që ka pasur, është edhe guximtar në garën për votat e 11 majit. Me një deklaratë publike groteske, banori i qelisë numër 5 Ilir Meta tha se i kishte kërkuar me këmbgulje kryesisë së Partisë së Lirisë që ta hiqte si kandidat nga lista e mbyllur e Fierit dhe ta vendoste në listën e hapur të Tiranës. Siç duket, ai e di që nuk i shpëton dot burgut edhe sikur të bëhet deputet, sepse e di që do ta marrin përsëri zvarr, prandaj vendosi të mos e djeg mandatin e sigurt në Fier dhe ja kaloi mikeshës së tij Brunilda Haxhiu, të cilën e ka emëruar zëvend sekretare të përgjithshme të Partisë së Lirisë dhe sekretare për dinjitetin e familjes. Nëse Ilir Meta do qëndronte te lista e mbyllur, do bëhej deputet e do merrte mandatin nga KQZ, por pa nisur legjislatura e re e parlamentit e pa bërë betimin si deputet, SPAK do kërkonte rikthimin e tij në burg përballë kësaj rrethane penale që nuk e shpëton nga burgu, por e denigron më shumë me riarrestim të dytë. Ilir Meta ka menduar që më mirë të qëndrojë në burg deri në përfundim të gjykimit e ta trajtojë veten si i burgosur politik.
Pas 2 vitesh hetime parlamentare, penale dhe gjykime nga drejtësia e re, Olta Xhaçka do vazhdoj mandatin si deputete. Është përsëri në listë dhe do gëzoj resortin që po ndërton në Himar si investim strategjik, të regjistruar në emër të bashkëshortit Artan Gaçi. Terreni për të mos i prekur resortin Olta Xhaçkës dhe për të mos i arrestuar bashkëshortin u krijua nga kryeministri Edi Rama dhe drejtuesi i SPAK Altin Dumani, faktuar në këto prova që vërtetojnë se ata rakorduan qëndrimet e tyre. Prova e parë, më datë 25 tetor 2023, SPAK sekuestroi sipërfaqen 10.000 m2 tokë shtetërore e private në Himar, të grabitur me letra false nga Olta Xhaçka dhe Artan Gaçi, mbi të cilën kishin nisur punimet për resortin, por nuk sekuestroi objektin në fazën që ishte, kompaninë AGTCC SHPK dhe lejoi vazhdimin e punimeve. Prova e dytë, më 23 mars 2024, u arrestua kryebashkiaku i Himarës Jorgo Goro për falsifikim dokumentesh të tokës ku po ndërtojnë resortin Olta Xhaçka dhe Artan Gaçi, por SPAK nuk e futi burrin e Xhaçkës në dosjen e timore si bashkëpunëtore përfituesi tokës me dokumente false. Prova e tretë, SPAK dhe GKKO vërtetuan se bashkëshortët Xhaçka e Gaçi përfituan tokën e resortit me dokumente false, por kryeministri Edi Rama nuk ja hoqi titullin dhe lejen e ndërtimit investitor strategjik. Prova e katërt, SPAK konfiskoi tokën ku po ndërton resortin Olta Xhaçka dhe ja kaloi shtetit, por nuk konfiskoi objektet e ndërtuara mbi sipërfaqen e tokës së konfiskuar, megjithse ato objekte janë produkt me burim krimin e grabitjes së tokës dhe pjesë e bashkëpunimit në këtë krim për cilën u dënua kryebashkiaku Jorgo Goro. Prova e pestë, vendimi i Edi Ramës për të mos i hequr Olta Xhaçkës lejen investitor strategjik i rakorduar me Altin Dumanin për të konfiskuar tokën ku po ndërtohet resorti, por të mos konfiskohen objektet e ndërtuara deri tani është lojë e tyre që Olta Xhaçka ta përfundojë dhe ta gëzojë resortin në Himar. Pas denoncimeve në media të mesazheve që implikojnë direkt deputeten socialiste Klotilda Bushka dhe ish-kryetaren e KLG-s Naureda Llagami, kjo e fundit ka bërë sot një reagim publik. Nga mesazhet që ka denoncuar media, Bushka dhe Llagami përpiqen për të pasur njerëzit e tyre në SPAK apo për të emëruar dikë të brendshëm në prokurorinë e posaçme. Por çfarë thot Naureda Llagami për këto denoncime? Sipas saj, komunikimet e pretenduara me zonjën Bushka të publikuara në media janë të pavërteta dhe të fabrikuara. Sipas Llagamit, këto komunikime elektronike nuk kanë ndodhur kurrë dhe janë prodhime të fabrikuara që lehtësisht mund të verifikohen. Sipas saj, këto mesazhe janë shpërndarë në mënyrë anonime në media të ndryshme nga një person i cili prej një viti e ka përndjekur në platformat sociale LinkedIn dhe Facebook, duke postuar materiale që cënojnë rënd reputacionin e saj. Sipas Llagamit, i njëjti person ka fabrikuar komunikime imagjinare për ndikime në sistemin gjyqësor, për të cilat tashmë është proceduar penalisht për kallëzim të rrem dhe falsifikim të dokumenteve. Personi në fjalë është pezulluar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor gjatë kohës kur Llagami drejtonte institucionin. Reagimin e saj, Llagami e mbyll duke thënë se ka punuar me përkushtim dhe profesionalizëm për të krijuar një model të ri të qeverisjes së sistemit gjyqësor. Denoncimet e fundit në media, Llagami paralajmëron se do t'i ndjek në rrugë ligjore. I penduari i drejtësisë Nureddin Dumani paralajmëron tërmet pas zbërthimit të platformës Matrix. Në seancën e sotme gjyqësore në gjykatën e posaçme, Dumani ka dhënë dëshminë e tij, ku është ndalur në veçanti në marrëdhënien me Talo Çelën. Sa i përket vrasjes së Andi Zylyfit, Dumani deklaroi sot se u porosit nga Gim Kabashi, i njohur si Baca dhe informator, ka qenë Fatos Gosa. I penduari i drejtësisë pretendon se Gosa informonte me telefon të enkriptuar edhe se ishte Talo Çela ai që fliste me të. Dumani thot se ka bërë biseda për vrasjen e Talo Çelës. Kel Kamami më ofroi 2 milion euro për vrasjen e Erion Alibejt. Më tha do t'jap edhe Talon. I thash dua 1.5 milion euro, po më sill Talon përpara. Platforma Matrix u bllokua nga ndërkombëtarët dhe mes shumë gjuhëve që fliteshin aty është edhe gjuha shqipe. Nureddin Dumani deklaroi kohë më parë për ekzistencën e kësaj platforme ku porositeshin vrasje. Europol thot se kanë arritur të sigurojnë 2.3 milion mesazhe në këtë platformë, e cila është përdorur në 33 gjuhë, mes të cilave edhe gjuha jon. Por ajo që dihet me siguri është se në momentin që do të zbërthehet Matrix, do të kemi tërmet në politik, drejtësi dhe botën e krimit në Shqipëri. Godina e CFO Farmas në autostradën Tiranë-Durrës është qelluar gjatë natës me breshëri plumbash. Kompania e njohur është në pronësi të biznesmenit Nadir Causholli. Mbi 30 gëzhoja plumbash janë gjetur në vend ngjarje, ndërsa ende nuk ka autor të identifikuar. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë, pamjet e të cilave tregojnë
2 autor, teksa qëllojnë nga një automjet në lëvizje. Nga ky sulm fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në orën 2 të mëngjesit, por njoftimi i policisë është bërë rreth orës 8:10 minuta. Grupi hetimor nuk ka ende një pistë konkrete për motivin e kësaj ngjarje të rëndë. Ish kreu i bandës së Durrësit Lulzim Berisha ekstradohet nga Spanja. Ai u vu në pranga më 14 dhjetor të vitit 2023 në Spanjë në kuadër të operacionit San Juan. Në vitin 2016, Lulzim Berisha doli nga burgu pa e përfunduar dënimin prej 25 vitesh, duke u liruar me kusht nga gjykata e shkallës së parë në Durrës me arsyetim për probleme shëndetësore. Përpara kësaj vendimarrje, gjykata e lartë refuzoi prokurorinë për dënimin me burgim të përjetshëm për Lulzim Berishën. Ky i fundit u arrestua në vitin 2006 për aktivitetin kriminal të bandës së Durrësit, të kryer në vitet 1998-2000 për veprat penale vrasje me paramendim kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe mbajtje pa leje armëve të zjarrit. 16 anëtarë të kësaj bande u dënuan në total me 245 vjet burgim nga gjykata e krimeve të rënda. Në janar të vitit 2022, Lulzim Berisha u shpall në kërkim nga prokuroria e Durrësit. Në vitin 2020, Lulzim Berisha u shpall në kërkim për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut. Ngjarjet ndodhura në vitin 2005, por që u zbardhën rreth 15 vite më vonë. Pjesa tjetër e eksporteve shqiptare ka pësuar rënje rekord në 2 mujorin e parë të këtij viti, me gati 28%. Sipas Instat, prodhimi vendas në pjesën më të madhe të grupeve të eksportit ka pësuar rënje drastike, teksa shumë fabrika po e mbyllin aktivitetin në këto 2 muaj. Eksportuesit shqiptar po ndikohen nga konjunktura jo e favorshme e kërkesës në tregjet ndërkombëtare. Deficiti tregtar i muajit shkurt është 34 miliard lek, duke ulur me 18.6% krahasuar me shkurtin 2024 dhe duke u rritur me 17.1% në krahasim me janar 2025. Gjykata speciale në Hag refuzon kërkesën e Hashim Thachit që të marrë pjesë në varrimin e etatit. Organizatat e veteranëve të UÇK-së cilësojnë këtë vendim si shkelje të drejtave të njerëzit dhe kërkojnë reagim nga institucionet ndërkombëtare. Organizatat e të drejtave të njerëzit dhe institucionet e faktorit politik në Kosovë dhe Shqipëri. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi e quan të padrejtë dhe të papranueshëm refuzimin e kërkesës nga dhomat e specializuara. Ndërkohë, ministrja e drejtësisë në Kosovë Albulena Haxhiu ka nisur sot një letër në drejtim të gjykatës speciale ku kërkon të rishqyrtohet vendimi në mënyrë që të mos shkelen të drejtat e Hashim Thachit. Për këtë ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Një turp i ri nga një tribunal i turpshëm dhe i paturpshëm, i cili e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë, të drejtat demokratike në fjalboshe dhe vullnetin e mirë të Parlamentit të Kosovës në bumerangun më brutal. Këtë reagim të Ramos e ka shpërndar në rrjetet sociale Richard Grenell, i dërguari për misionet posaçme i presidentit amerikan Donald Trump. Më datë 13 mars, me leje të përkohshme, Hashim Thaçi, ish presidenti i Kosovës, vizitoi të atin në spital pas disa refuzimeve nga ana e gjykatës speciale në Hag, por kjo e fundit nuk e ka lejuar të marrë pjesë në varrimin e etatit në Kosovë. Hashim Thaçi ndodhet në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020 nën akuzën për krime lufte dhe së fundmi edhe për pengim të drejtësisë. Gjykata ka rrëzuar kërkesën e 15 të arrestuarve për llogari të tragjedisë në Koçan të Maqedonisë së Veriut, duke i lënë sërish ata në paraburgim. Bëhet fjalë për ish-ministrin e ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish drejtori i inspektoriatit të tregut Goran Trajkovski dhe 12 arrestuar të tjerë të cilët akuzohen si të përfshirë në tragjedinë e Koçanit. Ata kanë dhënë licencë për klubin e natës Puls, ku humbën jetën 59 persona dhe mbetën të plagosur 155 të tjerë. Ndërkohë, pas tragjedisë ka nisur sot në terren inspektimi të gjitha subjekteve të regjistruara si kabare, disko apo klube nate. Inspektimet u paralajmëruan nga kryeministri Hristian Mikovski. Ky i fundit paralajmëroi se do të nisë një aksion të fuqishëm për kontrollin e të gjithë dokumentacionit që disponojnë këto subjekte. Ndërkohë, një ditë më parë, qytetarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë nisur protestat me sloganin kryesor korrupsioni po na vret. Ndërkohë mediat vendase raportojnë detaje rrënqethse ku varrezat në Koçan po zgjerohen për shkak të numrit të madh të viktimave. Bëhet me dije se viktimave do t'i rezervohet një pjesë e veçantë e varrezave të Koçanit, ndërkohë vendi ndodhet tashmë në zi kombëtare.
dështon armëpushimi mes Izraelit dhe Hamasit. Izraeli ka bombarduar mëngjesin e sotëm Gazën, duke lënë pas mbi 300.000 viktima, ndërkohë mes këtyre të fundit ka edhe fëmijë. Ushtria izraelite konfirmon se ka kryer sulme kundër infrastrukturës së grupit palestinez, duke specifikuar se operacionet janë miratuar nga udhëheqja politike izraelite. Qeveria e Benjamin Netanyahut e justifikon këtë sulm, duke përmendur refuzimin e Hamasit për të pranuar një propozim amerikan për zgjatjen e armëpushimit. Izraeli thotë se është konsultuar me administratën Trump përpara sulmeve në Gaza. Hamasi, Houthit, të gjithë ata që kërkojnë të terrorizojnë jo vetëm Izraelin, por edhe SBA do të paguajnë çmimin, thotë sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë, Caroline Levitt. Të gjithë terroristët në lindjen e mesme duhet ta marrin seriozisht presidentin kur ai thotë se nuk ka frikë të mbrojë SBA dhe aleatin Izrael. Portat e ferrit do të hapen në Gaza, shton ajo. Pra duket qartë se sulmi izraelit makabër në Gaza është ndërmarrë me bekimin amerikan. Ditën e sotme do të zhvillohet telefonata e shumë pritur mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin. Sipas zëvendësit të Kremlinit Dmitri Peskov, kjo telefonat pritet të fokusohet në normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve Rusi-SBA dhe situatën në Ukrainë për të arritur më në fund paktin e paqes. Por pyetja është se me çfarë çmimi. Duke qenë se Trump ka shfaqur se do të jetë dorëlëshuar me Putin për termocentralin bërthamor Zaporizhia në Ukrainë, do të luhet fort. Ndërkohë duket se një tjetër kusht nga Rusia do të jetë pezullimi i të gjitha dërgesave të armëve në Ukrainë gjatë armëpushimit. Bota po pret telefonatën vendimtare të sotme, e cila pritet jap fund luftës në Ukrainë, por nuk dihet nëse Trump do të qëndrojë i vendosur për të kërkuar armëpushim të përkohshëm pa kushte apo do të lëshojë shumë për homologun Putin. Integriteti territorial i Ukrainës është në tehun e thikës në telefonatën e sotme. Njësit e fushës paralajmërojnë se Putin është i interesuar ta përfundojë luftën vetëm sipas kushteve të tij, përfshir kontrollin e plot të 4 rajoneve ukrainase që Rusia pretendon se i aneksoi në vitin 2022, çarmatimin e Kievit dhe mos antarësimin e Ukrainës në NATO. Kina fërkonduart nga vendimet bombastike të presidentit amerikan Donald Trump. Së fundmi, Kina e ka falenderuar shokun Trump për vendimin mbi shkurtimin e fondeve të zërit të Amerikës. Media shtetërore kineze mirëpret vendimin e presidentit amerikan për të shkurtuar fondet publike për zërin e Amerikës dhe Radion Europa e Lirë, të cilët kanë raportuar prej kohësh për regjimet autoritare. Vendimi i fundit i Trump prek mira punonjës, ku rreth 1300 janë lënë në pushim me pagesë vetëm në zërin e Amerikës që nga urdhri ekzekutivi së premtes. Për shumë analist, kjo është një goditje për demokracinë, por gazeta shtetërore e Pekinit Global Times denoncoi zërin e Amerikës për rekordin e saj të tmerrshëm në raportimin për Kinën dhe tha se tani është hedhur poshtë nga qeveria e saj si një leckë e ndyrë. Vendimin që për shumë kënd është goditje e fortë për demokracinë, Shtëpia e Bardhë e justifikon duke thënë se synon që të sigurojë që taksapaguesit amerikanë të mos jenë më të prirur për propagandë radikale.